Berisha ju ka premtuar demokratëve që do t'i zgjidhni ju kandidatët tuaj. Po pra. Në këto zgjedhje, gjysma e kanë, biles më shumë se gjysma, të paktën e listës mbyllur, janë 26 që nuk kanë zgjedhur demokratët. I ka zgjedhur Berisha. Je gabim. Tashi, 12 janë qarqe. Forumet me gjithë Berishën bën 16 sa shkojnë, 8 janë aleatët, janë 26. Nga 26 që është lista mbyllur, tash më fal. Edhe te kjo 10 që ju keni lënë demokratëve, thoni që do vendosim në kritere dhe shohim nga ajo që keni votuar ju, do t'i zgjedhim ne se cilët prej tyre do zgjedhim. Tani primaret kot. Këto janë me utall me demokratët tash, më fal. Kjo se më fal, them një gjë tash. Jo, s'të fal fare. Po me ta mbarojmë kur se ti ke gjithkohon dispozicion, nuk po ndrysh. Sepse ju zotrinj, po pse s'më le ta mbaroj pyetjen? Jeni shumë të lumtur të sulmoni çdo gjë ndodh në PD. Po mos jam i lumtur fare që unë shoh këtë. Unë do doja që ta kem un gabim. Jo, e ke tërësisht gabim. Po mirë më inshallah ashtu. Ashtu tërësisht gabim. Para teje. Një minutë. Para teje sulmua me Rion Veliun. Po le Marion. Ti si këtu. Po s'kene po më sulmu se ka sulmu zoti atë, po vazhdojmë punën. Tani na dëgjon ne vetëm kur shajm këtë. Ore si zoti nuk na dëgjon. Sulmon zoti. Ore mund të sulmojnë dhe ty ata kështu. Çi Veliun. Su mërzit. Ecim. Tani kjo është Ergys. Lerini këtë është proces fantastik demokracie. Po nuk kanë zgjedhur. Një pyetje bën. Sa përqind e njerëzve që do shkojnë në listën e mbyllur është vullneti demokratëve? Ta them unë 100%. Si më 100%? Po ta them unë pse? Po ti thua që janë dakord gjithë me vullnetin e Berishës, ashtu po në rregull. Jo, ta them unë. Unë them çfarë kanë zgjedhur demokratët. Ta them unë ty. Ta them unë. Ti, nuk e i dashur. Flamur popullata po më thotë që po vështirësojnë dhe thotë se flamuri po bërtet dhe popullata flet tani. Sali Berisha, po zgjon popull nga gjumi. I dashur Ergys, Sali Berisha është zgjedhur nga një antar një vot, është zgjedhur nga gjithë demokratët. Është zgjedhur për kryetar partie. Prit zotri. Kjo është gjë tjetër. Prit. Ti zotri duhet dish një gjë. Në një demokraci, vullnetet janë drejt për drejta ose deleguara. Patjetër, po. Sali Berisha është zgjedhje drejt për drejtë e antarësisë dhe ai përfaqëson me statut dhe me rregull antarësinë e partisë. Patjetër. Kur flet Sali Berisha ka folë antarësia e partisë. Atëherë pse bëni primare? Janë Berisha. Shkruan ai listë. Po. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar ka qenë një numër i madh antarë shkëndëtar. Tonin të bëjë kështu. Kështu si tuti. Po. Por kemi refuzuar. E ka refuzuar. Kemi refuzuar. Prit. Sepse është më i sinqertë dhe tjetra. Është refuzuar pastaj. Ta them unë ty. Pse? Ka rënë poshtë. Sepse ti demokratëve do t'ju marrish mendim, do t'i pyesësh, demokratët duhet shprehen, duhet të japin mendimin dhe verdiktin do me thënë të cilët ti ta themin mirë banale të cilët ti nesër do të pyet pas atë pjesë të cilët ti do t'i votesh përfaqësues parlament. Flamur. Një sekond. Nuk është ton kur që primaret janë ato që do të zgjedhin, do të vendosin. Ka një problem. Ta mbaroj. Demokratët, ju pra keni por demokratët nuk duan. Unë shoh që e ke 6 PD-ja për ju. Po e shoh. Demokratët nuk do duan. Demokratët nuk do duan që të votojnë te zgjedhjet brenda partisë dhe të ndihen fitimtar. Kur të votojnë për zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale të ndihen humbës. Ky është problemi. O zotri, ta sqaroj ty. Se kanë votuar gjatë këtyre 3 viteve kanë votuar janë 7 herë brenda partisë. Ta sqaroj ty. Tani që ta dish ti. Po nuk po sqaron asgjë se ke 3 orë. Janë 9600 demokratë që kanë votuar atë statut që ne sot po respektojmë. Po pra, po s'po e respekton pra, se nuk po ja merr vullnetin demokrat. Ti apo si di, a diun? Ti statutin di a diun? Po mirë, ma mbush mendje. Po e ka lexuar më dhe ky statutin? Ai s'ka lexuar bo statutin, ta garantoj unë. Çka, po nuk ka rëndësi më A di pse s'e ka lexuar? Ti s'ke lexuar, sepse s'është atar partie, po ti je atar partie do ta lexosh statutin. Do ta lexojë se ti ke qenë diku. Ai amencon, unë se më amencon. Vantar jo, po statutin nuk e ke lexuar. Je shumë keq. Statutet ta ndryshojnë me çdo 6 muaj. Statutin e doktorin tim më. Dgjoj, një sekond. Po. Ajo që po them unë. Kaq është. Po thuaj, ha. Statuti i doktori. Doktori pra. Po pra. Po thuaj. Doktori ka thënë pra që ju do zgjidhni se kush do jetë në parlament. Nuk ka thënë që ju më zgjidhni mua dhe unë do ja caktoj se kush këtë do zgjidhni unë në parlament. Tani e lëm këtë. Marrim një gjë tjetër. Unë jam shumë dakord që një parti vendos që grupi parlamentar ja zgjedh kryesia, siç ka qenë gjithmonë, 35 vjet dhe s'u ka thënë kush gjë. Po kësaj radhe ju thatë që jo, nuk do bëjmë më kështu, do ta demokratizojmë partinë. Nuk do t'i zgjedhim ne, do t'i zgjidhni ju. Pra ju zgjodhët që të mendoni që më shumë demokraci është më mirë për partinë. Pra që do thotë, antarësia e di më mirë se kryesia.
aq më tepër edhe se lideri. Antarësisi merret mendimi, jo antarësia Jo, pra jo, se shiko, ky është mendimi, po të thotë... Nuk është mendim votimi. Ergys, Jo, një sekond. po thotë antarësisë i merret mendimi, vendimin e bën doktori dhe Flamuri. Ky tani çfarë do tjetër? Se ky është i qartë. Vota nuk është mendim. Vota është verdikt, është vendim. Dhe në këtë mes, antarësia është sovrani i Partisë Demokratike, sepse është ajo që vendos. Tani, në momentin që flet sovrani, që voton dhe flet me votë, ju keni thënë sovrani që i këtij se e di ky tjetri më mirë. Domethënë, ajo çfarë ke vendosur ti na vlen ne si mendim. Dhe ne pastaj është në vullnetin tonë nëse e marrim parasysh votën e sovranit. Pyetja ime është, kush jeni ju? Sovrani thotë që sovrani duhet të ketë sa njerëz më. Shpateve duke bërë pyetje kot. Ta them unë pse. Sepse ne kemi shkuar në statut dhe ato antarësia ka votuar. Si keni shkruar në që votojnë antarët listën shumë emrore dhe pastaj institucionet e partisë vendosin japin vendim. Kolegu ynë. Dhe këtë janë antarët. Zoti Flamur. Një minut. Po. Një minut më që ta bëjmë edhe pak se po flem se na zgjumi popullatën. Një minut. Një kolegu ynë shkruan, Gjyzervishi PD shquhet për tolerancë thotë, por po e preket e statuti aty nuk të fal. Kush? Gjyzervishi thotë, PD-ja thotë shquhet për tolerancë, por po e preket në statut të vretë. Dhe ti e prek në gjën më të shenjtë që ka. Statuti është kushtetuta. Kushtetutën e partisë tani, çfarë flet? Kushtetuta e partisë zoti. Unë edhe për kushtetutën e këtij vendit tim, po mpreke nuk thuhet fal, kushtetuta e partisë. Vetëm aty të mos prekesh. Po thuhet në statut që gjysma apo 26 vende në listën për deputet i vendos kryetari. Ta them unë. Po. Thuhet që kryetari i partisë në çdo rast kur i gjykon të nevojshme në 46 emron koordinator apo pozicionet të tjera të cilat me autoritet kryetarit përfaqësojnë partinë ose delegohen. Tani. Po kjo s'flet për listën për kandidat. Ta mbaroj. Po për listën thotë. Ne një tjetër. Ta mbaroj. Apo the kush janë këta që janë drejtuesit. Po. Kryetari i partisë përfaqëson antarësinë e partisë dhe merr vendime në emër të antarësisë së partisë. Qartë? Dhe tani me këtë justifikoni ju. A do statuti? Po kështu i bie që ju të thoni që antarësia s'ka nevojë se ka gjykuar Berisha për gjitha. Afër gjysma e këshillit kompetent. Atëherë pse bëni votime ju? Ta mbaroj. Se i bie që ju mos bëni asnjë votim brenda partisë sepse Berisha përfaqëson antarësinë, antarësia herë tjetër do t'i them partisë të pyesin ty përpara ne. Por tani jo ta them. Pse? Unë po të bëj pyetje shumë konkrete dhe po të përdor logjikë. Edhe unë shumë konkrete ka përgjigje. Herë tjetër do t'i them të pyesim. Dhe do t'i them të pyesim me telefona apo mirë, dhe unë do jem shumë i disponueshëm të përgjigjem. Por tani statuti këto rregulla ka përcaktuar, këto me këto do ecim ne. Po mos është rregull ti mund të rregull që thua ti. Sterios pase, dies pas, thoshte po të vazhdosh me pse Sterios pase. Po kështu ishte. E mba mendimin? Po pse? Po të vazhdosh me pse vetvrasje, po të vazhdosh me pse do përfundosh vetvrasje. Mos shko deri aty. Ergys, ma mirë rri këtu. Pra ty themi besojmë te juve dhe vazhdoni, domethënë. Rrites Sterios pase që e mirë hape edhe një herë romanet e Po lexoj romanet.